të Durrësit, përballë një skene krimi. Këtu, sipas projektit 3D të qeverisë, ndodhet Durana Tech Park, një qendër, sipas Edi Ramës, e inovacionit dhe ekselencës, ku operon një numër i madh bizneses në fushën e teknologjisë dhe të startupeve, po në fakt, siç e shihni, është thjesht dhe vetëm një livath. Në prill të vitit të kaluar, Edi Rama u prezantoi shqiptarëve këtë projekt madhështor të Duranës. Madje njoftoi se këtu sapo ishin futur edhe rezidentët e parë, duke ndarë madje edhe certifikata. Kjo është harta e Duranës në variantin 3D. Këto janë qendrat moderne të ndërtuara në këtë territor, por në fakt, si qiet qartë, është thjesht dhe vetëm një livath. Durana duhet të ishte park, siç e thot ligji 58 i vitit 2021, që përcakton në mënyrë të qartë se çfarë është një park teknologjik. Dhe me vendim të Këshillit të Ministrave, kjo zonë gëzon një status të veçantë. Është një parajsë fiskale për zhvillimin ekonomik dhe ku operojnë të paktën 46 kompani në fushën e teknologjisë, por numri i tyre në fakt llogaritet të jetë mbi 100. E ngjashme me skemën kriminale të inceneratorëve. Nuk ka një tull të vendosur e jo më të flitet për një park teknologjik. Parku ekziston vetëm në këtë projekt 3D të Edi Ramës. Por çfarë ndodh në të vërtetë me këtë skemë kriminale? Në qendër të skemës ndodhet korporata shqiptare e investimeve, e drejtuar nga Elira Kokona. Skema mbështetet mbi shoqatën e kompanive të teknologjisë së informacionit, një strukturë private që rekruton kompani në të 4 nivele antarësimi: individual, silver, gold dhe platini. Durana Tech Park rezulton e regjistruar në 20 shkurt të vitit të kaluar në qendrën kombëtare të biznesit dhe është themeluar gati një muaj e gjysmë pasi Ermal Beqiri i shpallur sot në kërkim nga SPAK për aferën e Akshit, aferën ku është përfshirë direkt familja e kryeministit Edi Rama, dhe thua se të gjitha kompanitë kanë transferuar fiktivisht adresën këtu në Xhavzotaj, në këtë livath, për të përfituar përjashtim total nga taksa, duke e kthyer ligjin e Teknoparkut në një armë të tmerrshme, vrastare, të abuzimit financiar, kostot e cilëve e vuajnë qytetarët shqiptar. Më konkretisht, unë po ju lexoj se çfarë përfitojnë gjitha këto kompani, që në fakt janë kompani fiktive, por që përfitojnë një numër të madh benefitesh nga shteti shqiptar. Kompanitë pra përfitojnë 0% tatim mbi fitimin për një periudhë 15 vjeçare për të gjitha të ardhurat që gjenerohen nga veprimtaritë të cilat presupozohet se zhvillohen në këtë park, në këtë livath. Përjashtim nga TVSH-ja për mallrat dhe shërbimet e përdorura për qëllime kërkimi dhe zhvillimi. Lehtësime në sigurimet shoqërore, ku kontributet mund të paguhen mbi bazën e pagës minimale për një periudhë të caktuar. Përjashtim nga të gjitha taksat për një periudhë 10 vjeçare për pagat e personelit që punon në kërkim zhvillim në këtë park inekzistent. Përjashtim nga taksat e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e pasurisë së paluajtshme, po për një periudhë 10 vjeçare për ndërtimet e supozuara të realizuara në këtë park, me vendim të Këshillit të Ministrave. Pra është më se e qartë se çfarë krimi monstruoz, se çfarë afere monstruoze po realizohet në të ashtë të quajturin Park Durana, një parajsë fiskale e ideuar nga Edi Rama, përfituesit e së cilës janë pikërisht ata
të cilët Edi Rama i përdor si Mash, apo si Lev, Erman Beqiri, Ergys Agasi, e dhjetra kompani të tjera fiktive, selitet cilave mund të jenë në blok, ose nuk ekzistojnë fare, sigurisht në letra por që për shkak se janë regjistruar, sikur janë rezidente, sikur kanë zyrat në këtë livad, është livadë i korrupsionit të Edi Ramës, përfitojnë taksa, falje taksash, të vëshu të ulur, ku ndërkohë është e njëjta qeveri e cila refuzon të ulë të vëshën për ushimet e shportës, për pensionistët dhe për gjithë ata shqiptarë të cilët sot paguajnë bukën, mielin, vajin, orizin më shtrenjtë se në vendet e Bashkimit Evropian. Për pensionistët, për shqiptarët e thjeshtë, që mezi përballojnë rritjen e çmimeve, qeveria nuk parashikon ulje të vëshëje. Ndërsa për këto biznese që nuk ekzistojnë dhe për këtë park që nuk ekziston, por që në fakt po zhvatin çdo ditë buxhetin e shtetit, jepet të vëshë zero dhe përjashtim nga taksat nga 10 deri në 15 vite. Ja pra, një tjetër kryeve për korrupsioni e Edi Ramës, e ngjashme me incenatorin e Tiranës që nuk ekziston. E ftoj Spakun të vizitoj livadin dhe të na tregoj në fakt godinën e Durana tek park për cilën Edi Rama shpërndau edhe certifikatat e para dhe njoftoi se të paktën 40 rezidentë ndodheshin në këtë godinë. Siç e theksova, erdhëm të takonin, por i vetmi që na priti ishte ajo lop në fund të mullarit, një lop pa zot. Përshëndetje nga Xhanzotaj.